Aktori George Clooney, 62 vjeç, thotë se ai refuzon të bëjë botox dhe të lyejë flokët, sepse sipas tij, gjëja më e mirë që mund të bësh është të dukesh mirë për moshën që ke, jo të tentosh të dukesh më i ri se ç'je. Por nuk ka ndonjë sekret, shumë burra e lyejnë flokët. Mund të jenë shumë arsye për cilat secili nga ne ka provuar spaku një herë të rikthejë në mënyrë artificiale ngjyrën e flokëve që ka patur dikur, por në heshtje të gjithë e dimë se arsyeja e vërtet është se të gjithë kemi provuar të sfidojmë moshën, dhe rruga më e shkurtër është të mbulosh tinjat. Gjithsesi ka gjithmonë një limit, për shembull një 80 vjeçar nuk e bën dot lyra e flokëve të duket si 30 vjeç. Selami Jenisheri, te lyra e flokëve dhe te përpjekjet për rindjen e përjetshme, vjem dakord të gjithë se ka dështuar. Por beva sa i sot, ndoshta dhe pa dashje, i nxori bojën flokëve të lyra politike të Sali Berishës. Edhe doktori i lyen flokët prej disa dekadash. Ndryshe nga Selamio, ai ka berber dhe floktore më cilësore. Por sërish pas asaj boje, fshihet një bashkëmoshatar i Jenisherit, që nëse nuk do të quhej Sali Berisha, do të ishte një pensionist si gjithë të tjerët, 80 vjeç dhe me shëndetin e mirë që ka, duke bërë xhiro nga liçeni apo duke luajtur domino tek stolat e lagjes. Por Sali Berisha i mbushi mendin e Jenisherit dhe jo vetëm atij, se do të bëhet kryeministër dhe ndodhi në një koalicion madhështor. Pak me vonesë, po më mirë bon se kur, kreu i Partisë së Pensionistëve denoncoi falsitetin e marrëveshjes dhe deklaroi sot daljen prej saj, duke na lënë kuptohet se doktori e ka përdorur. Një gjë e bukur, ku dy 80 vjeçar gënjejnë njëri tjetrin. Por më rënd është kur një 80 vjeçar arrin të mashtrojë dhe brezat e rinj. Me ndihmën edhe të talentuarit zotit Noka, Berisha hartoi primaret vetëm për t'i hedhur rezultatet e tyre në banjo. Por jo vetëm kaq, duke i zëvendësuar me besnik, ndonjëherë edhe jo vetëm kaq. Në Elbasan një vajzë e tre i thanë se do ta zëvendësojnë me zonjën Çapja. Por Alesia Balliu filloi më pas marrë telefonata nga fisi i zonjës Çapja, pra nga Çapja të Elbasanit. Ndërkohë që Partia Demokratike akuzon Ramën dhe Partinë Socialiste se janë të lidhura me grupet e krimit. Pra, duke filluar nga Jenisheri dhe deri tek Alesia e re, bojës së flokëve të Partisë së Berishës po i del edhe një herë ngjyra. Dhe kuptohet, të shkënjyrit nga doktori nuk janë gjithë si Alit Valteri, pra ata nuk shkojnë me njëherë te Rama, por tentojnë dhe partitë e reja. E tentoi Dashnor Sula, po i doli edhe më keq se doktori. Alesia Balliu tani po tenton të njëjtën gjë, t'i bashkohet një partie Fringo të re. A do ja dal vallë apo edhe ajo do ketë fatin e dashnorit mërzitur të Peqinit? Për këtë do flasim sonte. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Real Story. Me mua këtu në studio është Alesia Balliu, avokate dhe kandidate e Shqipëria bëhet për qarkun e Elbasanit. Mirëmbrëma Alesia, faleminderit që me mua sot. Profesor Orlan Lami, mirëmbrëma profesor. Kënaqësi të kem sot në program, do të jesh këtej tutet e pjesë përhershme paneleve tona të UNABC dhe avokati i njohur Romeo Karaj. Mirëmbrëma Romeo, faleminderit që me mua sot. Mirëmbrëma Koli, faleminderit ju për ftesë. Është shumë kënaqësi të kem program. Por nga lind spunto e temës sot, sigurisht nis nga Selami Jenisheri, një burr i mirë, një pensionist, idealist edhe në moshën 80 sa vjeçare, me ambicie të vonuar, por i patërhequr nga dëshira e tij për të marrë pjesë politik. Po mendoni ç'gënjeshtë 80 sa vjeç. Kjo i ka ndodhur atij. Ndjekim kronikën. Aleancës madhështore, po i iken boja e flokëve dhe po i dalin thinjat, ende pa nisur fushata. Sali Berisha ka humbur një nga figurat emblematike të koalicionit, kryepensionistin Selami Jenisheri. Pasi doktori nuk ja vendosi emrin list për të përfaqësuar të moshuarit, Jenisheri vendosi të largohet nga aleanca, por jo vetëm. Ai hapi luftë politike dhe juridike doktorit që nuk del kur në pension. Jenisheri akuzon Berishën se e ka mashtruar, pasi nuk e pyeti për listat e kandidatëve, si përfaqësues i 700.000 pensionistëve. Firmosëm për koalicion, Aleanca Madhështore s'umblodh asnjëherë, asnjë takim, na gënjyen për listat, i quan pa na pyetur ne. Mua më bindi Luciano Boçi, atë kam takuar. Do të kërkoj regjistrimin e partisë nga koalicioni. Do të bëj padi ndaj Partisë Demokratike për listat e kandidatëve. Doktori tani mbeti vetëm gjuzi, pretendenti për fronin, pensionistët duhet i përfaqësoj vetë, ndërsa Jenisherit i mbetet përfaqësoj vetëm pensionistët e parlamentit, si pensionistët më të paguar në vend, me 1.000 euro në muaj. Mirë, po siç e thash, nuk është gënjur vetëm zoti Jenisheri. Alesia
ti vetë ke denoncuar pak ditë më parë si e gjenu një situatë ngjashme apo jo? Po. Çfarë ka ndodhur Kam realisht? shënë në grup punën në Elbasan nga tetori deri tani në Mars. Kam shumë bashkë me zonjat e nderuara deputetin aktuale Zheni Gjergjin, zëvendësen Silvi Bardhi, pedagogen Doris Madhi dhe unë personalisht dhe të katra ne jemi jashtë liste. Partisë Demokratike Degës Elbasanit. Ju morët pjesë primare? Po, ne morëm pjesën primare dhe kemi bërë denoncime dhe kemi bërë punën nga tetori deri në Mars. Po ty tek fasha Partisë Demokratike Elbasan, fasha zyrtare, ke vetëm aktivitetin tim dhe 3 zonjave të nderuara. Ndërkohë, javën e fundit merr pjesën primare vajza e katapultuar nga Luciano Boçi dhe Flamur Noka, shpallet fituese dhe pa diskutim e fusin kandidate në listë mbyllur. Ndërkohë, Darsula fiton primaret e lënë jashtë. Më lënë jashtë mua, lënë jashtë Renaton, lënë jashtë Darsulën dhe 4 zonja që pa diskutim mund jenë të ofenduara pasi ne kishim punuar 6 muaj. Dhe kjo vajza nuk ka qenë fare prezente. Këtë gjë që them unë e verifikon të fasha Partia Demokratike Dega Elbasan është zyrtare për këdo. Nuk ka bërë një dalje publike, një denoncim dhe vjen e katapultuar. Mbasi mbaruan primaret, më kontakton një qytetar nga Elbasani, Demokratit e Vollshëm, dhe më thotë që këto primare i ka shitur Flamur Noka me Luciano Boçin. Tek SMS-t ishte numri personali Flamur Nokës. Me zotin Berisha keni folur për këtë çështje? Unë e informova zotin... Sepse emri zotit Noka më ka dalë në disa nga këto, edhe zoti Sula dhe disa tjerë. Unë zotin Noka kontaktova më tepër, por nuk më ktheu një realisht ka qenë numri 2 i partisë dhe vazhdon të jetë numri 2 i partisë. Po pa partisë. diskutim. Po prap, ne gjithë e dim që në Partinë Demokratike nuk ka numër 2, ka vetëm numër 1. Edhe ai është Sali Berisha. Mendoni që Sali Berisha nuk ka ditur asgjë për këtë që kanë ndodhur juve? Aq më tepër që bëhet fjalë për Silvin, për zonjën Bardhi, zëdhënësin e Zonja partisë. Bardhi ka punuar në qytetin e Elbasanit 6 muaj dhe është një zonjë nderuar. Dhe po të kishte qenë zonja Bardhi, zonja Gjergji, zonja Madhi, unë do pranoja listën e hapur. Asnjëra nga 4 zonjat, përfshirë dhe mua, nuk e pranoj listën e hapur, sepse jo, unë ndjem të fyera, se është ne jemi 4 femra që kemi vënë fytyrën tonë tek Partia Demokratike Dega Elbasan me video, me denoncime ndaj qeverisë. Ne të 4 nuk jemi pjesa asaj liste, sepse unë ndjem të fyera, sepse një vajzë e erdhi javën e fundit, mori pjesën primare dhe qytetari dërgon mua screenshot bisedat e Flamur Nokës që thoshte ato vota i ka bërë Luciano Boçi me telefon. Dhe këto unë e kam bërë publike nga numri Flamur Nokës që e di gjithë Shqipëria dhe gjithë PD-ja se ka numrin, duke thënë që ky proces ishte një fasad, që kjo vajzë ishte parazgjedhur për të qenë kandidate në listën e mbyllur. Ndërkohë ne zonjat punonim dhe asnjëra sot që flas, as deputeti aktuale, as Silvi Bardhi, as Doris Madhi që ka mbaruar në La Sapienza, u zvendësua me dikë që ka Universitetin e Elbasanit. Që prapë është universiteti mirë, po si gjithsesi krahasu me La Sapienza nuk krahasohet. Apo jo Landi? Unë nuk e di, e krahason Flamur Noka. Landi, shikoj, ne kemi marrë me pak humor këtë çështjen e listave, pasi ne e dinim se do përfundonte. Tani dua ta seroj edhe këtë gjë se Kolt kërkoi ndjes, nuk kishte lidhje sepse për këtë vajzën thanë i bëri Luciano votat me telefon, që e verifikon Flamur Noka këtë nga numri vet personal ndërhyrje, ndërkohë Dashi i bëri me forcat e veta dhe u veprua me 2 standardet e këto primare. Dashi nuk rezulton listë, kurse për këtë votat që i bëri nënkryetari dhe sekretari përgjithshëm në një ndërhyrje e vurën automatikisht në listë fituese. Në listë sigurt, po të hysh tek Instagrami vajzës nuk ka asnjë postim apo asnjë denoncim për Partinë Demokratike. Po ç'a mendoni, ç'a pasojë ka kjo tek votat e Partisë Demokratike në qarkun? Shikoj, qarku Elbasanit është një qark ku për shkak të formulës mandatet janë ndarë spaku deri në vitin 2013, mos gaboj, unë janë ndarë në mënyrë të barabartë. Ndërkohë pastaj në 2017, kur dashuria ime politike zoti Basha erdhi në skenë, sigurisht kjo gjë u përmbys. Po pastaj edhe në 2023-shin zoti Boçi humbi thellë, duhet thënë, megjithëse në zgjedhjet politike ai doli shumë i votuar në vitin 2020. Po ç'a pasojë ka kjo tek votat e opozitës në... Ka shumë pasoja, ti shife ose të Partisë Demokratike në Elbasan. Ti shife që kur 4 gra që kanë shumë fytyra e PD-s nuk janë listë, që këtu shikoj pasojën. Pastaj, të marim ke Cerrikun, Belshin, Librazhdin, Prenjasin, Gramshin i ketë pa përfaqësuar, sepse zotëria ka vënë 3 individ nga Elbasani dhe 2 nga Tirana. Dhe 2 nga Tirana. Tani pasojat një person që di matematik, 2 bën 4, nuk bën 8. Landi, e kemi marrë, po të pak me të qeshur, po ne e kemi ditur që kështu të përfundon të kjo punë. Por së është shpreja
ka gjithmonë më keq apo? E kemi ditur duke parë... Ose ndoshta i duket më shumë këtyre që janë opozitë, se keq mund të jenë edhe pala tjetër, por këtyre u duket më shumë. Unë mendoj që edhe ata që militojnë apo e ndjekin Partinë Demokratike kanë informacion mbi atë çfarë premton Partia Demokratike. Pavarësisht se thuhet apo nuk thuhet, apo mbetet gjysmë shpresë se gjërat mund të ndryshojnë, por ka një lloj situate, vetdije, ndërgjegje në lidhje me atë çfarë ndodh ke Partia Demokratike, sepse janë një mori lëvizjesh të cilat të tregojnë për një strategji për ta mbajtur të blinduar Partinë Demokratike, po jo për ta çuar fituese në zgjedhjet e 2025-s. Edhe primarët që u zhvilluan me nxitim, duke mos krijuar infrastrukturën e nevojshme që kërkojnë primarët, dhe duke krijuar këtë lloj reaksioni ke njerëz të cilët janë zgjedhur në primare, por nuk e shohin vetë lista të sigurta, janë pjesë e drejtimit të qarqeve elektorale, por nuk e shohin vetë në listat të sigurta, janë individ me kontribute, siç kolegja dhe tha, por nuk e shohin vetë në listat të sigurta, dhe të gjitha këto sigurisht krijojnë pakënaqësi, krijojnë zhgënjim, krijojnë lëvizje në partitë të tjera, patjetër, dhe Partia Demokratike nuk e ka luksin për të krijuar këtë lloj reaksioni elektoral. Dhe së dyti, ne jemi këtu dhe e kemi analizuar, madhështia e koalicionit nuk lidhet me individ, por lidhet me subjekte politike që kanë elektorat mbrapa. Kur ti nuk bashkon të djathën që e ke brenda Partisë Demokratike, aq vota sa janë. Ajo Partia Euroatlantika, apo e djatha e 1912, apo mundësia, janë të gjitha vota që gërryen Partinë Demokratike. Dhe me sistemin zgjedhor elektoral që ne kemi, proporcional rajonal, janë votat të cilët nuk arrin dot maksimizojnë votën e së djathës për të ardhur nesër pushtet. Kam frikë që i shkojnë janë falas tjetrit, që eliminojnë njëra tjetrën dhe sfumojnë më shumë numrin e mandateve. Pra të gjitha këto e bëjnë fiasko madhështinë e etiketimit të koalicionit, duke bërë pa përmbajtje dhe duke dhënë pak shpresë që mund sjell rotacionin e nevojshëm që kishte. Tani, unë duhet i kthejmë prapë Alesias. Alesia, sepse këtu është një nga, për shembull, ju shikoj edhe juve, që jeni re, po pash edhe zotin Sula që sigurisht ka një bar me përbojë dhe vite mbi supe, që keni pothuajse të njëjtin nivel zhgënjimi. Pra, ndërkohë që ne gjithë kemi qenë të qartë që doktori po e sistemon partinë e tij që ta ketë aty dhe pas 12 majit, ai ka prapa, po ta ketë pa cënuar dhe pa të rrezikuar nga asgjë tjetër, ndërkohë që pritshmëria juaj ka qenë që Partia Demokratike do fitonte zgjedhjet. Po ndërkohë, me këto veprime zoti Berisha e bën thuajse të qartë që nuk e ka fare mendje të jetë numri 1, siç e ka dhe emrin në listë. Po do thjesht të jetë numrin 2 do ta ketë garantuar mirë. Pse ky lloj zhgënjimi kaq i madh? Domethënë deri në këtë pikë ju ka bindur që Partia Demokratike do të fitonte zgjedhjet? Unë jam idealiste nga natyra dhe kam punuar fort. Madje mund të them që vetëm unë dhe zoti Sula punua më fort në qarkun e Elbasanit, ndërkohë Pestra që është në listën e mbyllur nuk ka punuar pothuajse fare. Por çfarë ndodh? Ne nuk është se kishim frikë nga lista e hapur, as unë as zoti Sula. Po se normalisht ata që votojnë më shumë duhet rinë të shtyn trenin përpara. Kush do ta shtyj trenin? A keni parë listën? Po ju keni ikë, pra edhe ti dhe zoti Sula keni ikë. Unë, zoti Sula, Silvi Bardhi, Zheni Gjergji, Doris Madhi nuk janë fare pjesë e listës më, aktualisht që flasim. Janë një mëri individësh që janë larguar nga lista. Pse? Se kam frikë nga lista e hapur? Jo, absolutisht jo. Por, pesja parë nuk plotëson dot 50.000 votshin e vetë, dhe kushdo që do punoj, sokol t'je me qartë me ju, po është i bie që t'i marrin votat këta parazitët që janë lartë. Po të marrë Partia Demokratike, pra, a do fitoni zgjedhjet? Po partia është një gjë, po unë nuk mundem tani absolutisht që punën dhe mundin tim ta marrë dikush që vjen javën e fundit dhe i bën votat me telefon. Po këto gjëra ka marrë pjesë në fushat? Jo, në primare, në mesadiun, jo, në fushat, jo, po jo pra. Prandaj nuk mund të përdorim dy standarde. Unë e kam, nuk e diam kupton, e kam tek gara, te meritokracia, e kam tek vlerësimi, te kontributi. Sepse normalisht, teorikisht, ata që votojnë më shumë primare, ata duhet mos kenë frikë dalin listë lirë. Po ju nuk e keni aty problemin. Ju e keni tek? Unë dola 1 ndër 3 femrat më të votuara të qarkut Elbasanit, në primare, që këtu nuk ishte të drejtë forumi rinor të votonte.
Ndërkohë unë vija si pjesëtare forumit dhe punën më të madhe e kisha bërë në forum. Hyja praktikisht me 300-400 vota minus dhe prape pranova sfidën. Po kur një qytetar mua më jep faktet që gjithë ky proces ku unë kam besuar, ka qenë i manipuluar nga zoti Boçi dhe zoti Noka, atëherë mua më humbet gjithë shpresa për të luftuar, sepse ndjem e zhgënjur. Do thuash ti, po patjetër, më humbet shpresa sepse unë besova tek ajo gjë. Pra, kjo pra është problemi që ju keni besuar tek ajo gjë. Sokol, unë nuk kam ardhur këtu e katapultuar. Që t'jesh i qartë. Kam ardhur nga forumet rinore, kam bërë një garë ku kam humbur me zotin Xhaferi dhe kam pranuar humbjen. Sepse e kam edukatën time që dhe kur pësoj disfat, ata pranoj dhe të vazhdoj përpara, sepse jam tip luftarak. Po jo në momentin që unë investoj kohën time, lëj punën time, gjyqjet e mia, lëj gjithçka për të marrë pjesë në këtë garë, investohem totalisht dhe në fund marrë vesh që gjithë ky proces pas ka qenë një manipulim, nuk kam më frymëzim për të punuar aty. Jo, e vërtet është, e vërtet. Nuk e di, jam kupton. Qartë. Jo, për këtë prandaj të pyeta sepse ta thash niveli nuk është thjesht lojra, po dhe niveli si e shikoj unë, kur ti mashtron të tut... Ose mos sakt, ka dhe një gjë mos i bë primaret, mos u talë, thuj, nuk është rada jote, Alesia... E keni Rama e krau tjetër, as bo primar, as i gjë është mreku. Alesia, është me ndershme, nuk është rada jote, vajzëre 4 vjeçarin tjetër, ti investohesh. E vërtet, po Lami? Me që jemi tek sistemi zgjedhor, se ka rëndësi, zoti Balla, ta themi për teleshikuesit. Sistemi zgjedhor që ne kemi zgjedhur është një sistem i mirë... Nuk e kemi zgjedhur, na e kanë përcaktuar. Është i mirë në kuptimin që jep mundësi edhe personat të cilët nuk kanë karrierë partijake, siç është rasti i Alesis, pra që ka kontakte, ka ndërtuar gjithë eksperiencën e saj, duke ndjekur shkallët partijake. Thotë që po vjen nga forumi rinor. Në forumin rinor i PD si njohun dikur. Patjetër. Ishte zjarr. Po, pra doja të thojë që kishte drejt vote. Jo, që ta theksoj, se ka thënë dhe zoti Xhaferi në çdo studio, unë kam hyrë në një garë pa drejtën e forcës ku unë aderoja, që ishte forumi rinor. Dhe kam fituar, kam dalë prapë e treta. Dua të them me forcat e mia, jo e katapultuar. Çfarë strategjie ka përdorur Partia Demokratike në kuptimin e kandidatëve të vendosur listat e mbyllura dhe të hapura, këtu duhet dalë. Pra, sistemi që ne kemi është i mirë në kuptimin që personat të cilët janë pa karrierë politike, pra nuk votojnë së brendshmi sepse nuk kanë histori brenda partive politike, nuk janë personat të cilët vinë nga karriera e drejtimit të posteve ministrore apo drejtimit të pozicioneve publike dhe të kenë një lloj imazhi publik, nuk janë persona ndoshta të cilët vinë nga biznese që kanë investime të mëdha dhe kanë mbështetje të mëdha të punëtorëve apo dhe të komunitetit ku ata kanë investuar, por janë njerëz të cilët janë ekspertë, janë njerëz të cilët duan të japin një imazh ndryshe brenda Partisë Demokratike në kuptimin e pamjes, vizionit, idesë. Dikush vjen nga Harvardi për shembull, fjala vjen, dhe do të kontribuojë brenda Partisë Demokratike. Po marr një rast, sepse kampanja 2-3 kandidatura interesante brenda Partisë Demokratike që sipas fare listat e mbyllura. Për shembull, mund të jenë femra të cilët për shkak të kuotës gjinore që ne kemi detyrim të kemi të përfaqësuar në Parlamentin shqiptar. Kemi persona të cilët vinë nga grupet marginalizuar, që mund të jenë persona me nevoja të veçanta, të cilët nuk janë fare në listat e Partisë Demokratike, por që kanë brapa një komunitet i cili përfaqësojnë dhe i mbështet ata. Pra, listat e mbyllura pikërisht janë për të dhënë mundësi njerëzve të cilët nuk kanë mbështetje partijake, por kanë një lloj jehone publike. Dhe listat e hapura janë për të gjithë ata individ, të cilët kapitalin e tyre politik të krijuar në vite, fal aftësive të tyre, por edhe partive të cilët ju ka dhënë mundësi që ata të kenë, po sigurisht patjetër, të mund të avejnë dhe gjithë kapitalin e tyre në shërbim të vetes, po dhe të partisë. Kjo është strategjia dhe kjo është mënyra se si kuptohet sistemi zgjedhor proporcional rajonal. Ajo çfarë bëri Partia Demokratike pikërisht na dha këtë mesazh. Nuk dua të sforcoj kuajt e mi që të sigurojnë vota për veten e tyre dhe partisë, por duhet t'i vendos në vende të sigurta, sepse di nga të dhëna dhe humori që kam në terren që kuotat e Partisë Demokratike shkojnë deri në një limit caktuar. Dhe për këtë limit të caktuar që kam unë mbështetje, dua të kem njerëzit e mi mbështetës, preferencat e mia në lidhje me kandidatët dhe s'më intereson fare efekti që mund sjell tek njerëz të tjerë në imazh, në reputacion, në zhgënjime si puna e Alesias apo në persona të cilët kanë kontribute partijake etj, si dashur Sulek më radh. Po Romeo, zakonisht lëvizje të tilla para
fushatës, temi sjellin një shqetësim kupolat drejtuese të partive. Pra, kur i hikën dikush, kur i mërzitet, pra mundohen t'i gjejnë anën, mundohen... Nuk shoh një shqetësim nga kupola e Partisë Demokratike. Pra, le temi, pasi mbaruan listat, u përcaktuan të ashtuquar të vendet sigurta dhe nuk e di me thënë vërtetën sa sigurta do jenë, kështu si po shkojnë punët, por as paku kuotat që ata mendojnë të janë sigurta, por nuk shoh një shqetësim që të ketë njëri probleme të po si iku Alesa, po si iku zoti Sula. Pra, edhe Berisha e trajtoi thuajse me humor ikën e Dashnor Sulës. Problemi është nxori një të vërtet. Për fat të keq dhe të mirë, në 2 debate që kemi pasur me Alesian, unë e kam theksuar në një tjetër studio që do të ndodhi kjo. Edhe ndodhi. Edhe si jam i çuditur se që të hysh të jesh protagonist politik nuk është gjë e vogël. Dhe për kohën e shkurtër me cilën Alesi e shkoi deri në pragu që mendoi që mund të jetë një kandidat edhe të militojë në politikën e lartë, Alesia besoi mbas e të ëndrrën e vet. Besoi ka dhe moshën për besu të ëndrrën, është në rregull me ëndrrën. Tani unë mendoj që duke mosha ka gabuar. Këta zotërinë e politikës... Ka gabuar Alesia apo ka gabuar këta? Ka gabuar Alesia. Për arsye se këta zotërinë e politikës ja u thonë ëndrrën tyre si duan këta dhe bëjnë si duan këta. Po ka pas... Pa i mashtroi 80 vjeçar, po si mos mashtroi Alesian që është se i falë Alesia për... Shiko, më leta ta elaboroj. Pa i mashtroi burrën e ujë që është 80 sa vjeç. Ja ka bërë mirë dhe ati. Se edhe ai nuk është zgjedhur... Ke rasti Alesia, ai ka marrë një karton që është ai, po 700.000 pensionistë nuk i përfaqëson ai. Edhe punojësit nuk i përfaqëson kush, ne i kemi shkatruar gjitha mënyrët e përfaqësimit dhe kemi ardhur këtu. Po i bie direkt përgjigjës dhe pastaj ta elaboroj. Mos mendon ti që i bëmë përshtypje Berishës apo dikujt tjetër një turp më tepër në karrierën e tyre, një tallim tepër, po pse çfarë bën me Eritan Cekën këto? Dhe këtu Alesia mund të ngushëllohen. A e tallin Eritan Cekën do të bëj ta president, e fund fare bëj një lojë tjetër me Tosin, ato 6 deputetët edhe bën pa mirë. Mirë. Me Nanën shkoi dhe mëkesi, me Nanën në shkoi dhe marrëveshje në janar 2007 për ta bërë president dhe pastaj Po, kjo ka ndodhur. U doj Ceka, doli tjetër kush më mbrapa. Dhe unë e di që këtë Berisha e bërë. Dhe Berisha ka bërë këtë me ne, tani vjen nga Forumi Nord. Forumi kam kriju vetë. E kam futur në endemik, që në të njësh. Se nuk e parnonin PD-n në partitë e djatha, se thonin është detuar me një ish komunist të pa provuar në pushtet. Këtë më kanë thonë në Parlament Europian. Në të njësh. Po, i ka thonë dhe Azemi. Dhe zotëria ka ardhur në kryet PD-s pa vot. Ka deformuar gjithë historinë e Shqipërisë, një veprim që pak vetë e bën analizë, por ne që jemi gjallë dhe kemi përjetuar, ai do zgjidhej në kuvendin e parë PD-s nëpërmjet Këshillit Kombëtar të Kryesisë. Aty ne u përqendruam shkurt në të njëshit. Po, jo, në shtator-tetor në të njëshit. Ne u përqendruam që të zgjedhim një ish komunist, pra, ke Ceka, edhe Azemi mori